Këshilli i Qarkut Shkodër zhvilloi tërheqjen rajonale perspektivat e zhvillimit të turizmit, duke bërë bashkë përfaqësues të institucione qendrore dhe vendore, drejtues bashkive operator turistik dhe specialistë fushës. Në fjalën e tij kryetari i Qarkut Edmondow theksoi se turizmi mbetet një nga sektorët më të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, social dhe kulturor të rajonit, duke nënvizuar potencialin jashtëzakonshëm që Shkodra ofron fal diversitetit natyror dhe kulturor. Turizmi sot nuk matet vetëm me numrin e turistëve që na vizitojnë, që për fatin tonë të mirë janë në rritje nga vitin e vit në 5 bashkitë e Qarkut tonë. Por ai matet me cilësinë e shërbimeve, me zhvillimin e ekonomisë lokale, me punësimin e të rinjve, me mbështetjen e fermerëve dhe të sipërmarrësve, si dhe me ruajtjen e identitetit të trashëgimisë sonë. Prandaj kjo tërheqje nuk është thjesht një takim institucional, por e kam parë si një mundësi për të ndërtuar një vizion të përbashkët mbi mënyrën se si duhet ta zhvillojmë dhe mbështesim turizmin në Qarkun tonë. Si Këshilli i Qarkut Shkodër, ne besojmë se zhvillimi i turizmit kërkon bashkëpunim të vazhdueshëm midis të gjitha bashkive të Qarkut tonë, institucioneve shtetërore, sektorit privat, universitetit, organizatave si dhe komunitetit. Askush nuk mund ta zhvillojë këtë sektor të vetëm. Sfida jonë është që të lidhim këto pasuri me një ofertë të unifikuar rajonale, me infrastrukturë më të mirë, promovim me profesional dhe standarde gjithnjë e më të larta në shërbim. Kjo tërheqje e përbashkët sot është mos miri një tregues i unifikimit të problematikës dhe të dëshirës për ta zhvilluar sa më mirë turizmin në Qarkun tonë. Infrastruktura është problem kryesor për investimin në infrastrukturë, mbështetja me projekte dhe grante që ne të rrisim fuqinë akomoduese të turistëve, pasi sot jemi në nivele kaq të ulta edhe të shtretrave edhe të mundësive akomoduese. Turizmi nuk ka të bëjë vetëm me një bashki, por me krejt Qarkun, turizmi nuk njeh kufi administrativ. Tërheqja vlerësua si një platformë e rëndësishme dialogu dhe bashkëpunimi në funksion të promovimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm të potencialeve turistike të Qarkut Shkodër.